kursi i këmbimit dhe adresimi i rezervës valutore. Banka e Shqipërisë ndjek një regjim të lirë të kursit të këmbimit. Vlera e lekut ndaj euros dhe monedhave të tjera përcaktohet nga tregu. Ky regjim e ndihmon ekonominë të përshtatet ndaj goditjeve dhe i lejon politikës monetare të përqendrohet tek stabiliteti i çmimeve. Që prej vitit 2021, leku është në një trend të shpejtë të vazhduar forcimi ndaj euros. Sipas analizave tona, ky trend është mbështetur nga rritja e të ardhurave nga turizmi, remitancat, investimet e huaja direkte, të ardhurat nga puna dhe përmirësimi i pozicionit të jashtëm të ekonomisë. Në ekonomi ka hyrë më shumë valutë dhe besimi ndaj lekut është rritur. Forcimi i lekut ka ndihmuar në uljen e inflacionit të importuar, duke bërë të mundur që rritja e çmimeve të ngadalësohet më shpejt dhe me më pak kosto për ekonominë. Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë të tregun valutor kanë qenë kujdesshme. Ato nuk kanë synuar mbajtjen e kursit të këmbimit në një nivel të caktuar, por zbutjen e lëvizjeve të shpejta dhe shmangjen e rreziqeve për stabilitetin monetar dhe financiar të vendit. Banka e Shqipërisë mbetet e bindur se fleksibiliteti i kursit të këmbimit është një zgjidhje optimale për stabilitetin e vendit. Paralelisht, rezerva valutore është administruar me kujdes sipas parimeve të sigurisë, të likuiditetit dhe kthimit. Në fund të vitit 2025, rezerva valutore arriti në nivelin e 7.3 miliard euro, duke forcuar aftësinë e vendit për të përballuar goditjet e jashtme.